Fotografia flet sa 1000 fjalë. Fotografia shërben si dëshmi. Këto janë thënie që i kemi dëgjuar shpesh, por sot jo çdo imazh mund të konsiderohet si provë së vërtetës. Gjithçka ndroi me inteligjencën artificiale, pasi që imazhe të shumta të rreme mund të krijohen shumë lehtë dhe të përhapen deri në atë mas sa opinioni publik të manipulohet dhe t'i besojë si të vërteta. Ky është podcasti 5 pyetje dhe në episodin e sotëm diskutojmë beat se si të mbrohemi nga manipulimet me inteligjencë artificiale. E ftuar është Hyrie Mehmeti nga organizata Hibrid, e cila merret me identifikimin e dezinformatave përmes verifikimit të fakteve. Përshëndetje zonja Mehmeti dhe mirë se erdhët në podcastin 5 pyetje. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Do të fillojmë me pyetjen e parë nga 5 kryesore që do t'i diskutojmë në këtë episod. Nisim me atë se cilat janë format më të shpeshta të manipulimit me inteligjencë artificiale që i shohim në rrjetet sociale në kontekstin e audiencës në Kosovë. Duke parë zhvillimin e teknologjisë, sot kemi pa edhe forma shumë më të përsosura të krijuara me inteligjencë artificiale, cilat ndikojnë në shpërndarjen qoftë të dezinformatave ose të manipulimeve të ndryshme, që shumë shpesh fatkeqësisht edhe audienca në Kosovë bien pre. Përdorimi i madh i internetit në Kosovë është një përqindje shumë e madhe, sidomos i rrjeteve sociale bën që njerëz me qenë shumë më afër këtyre përmbajtjeve që krijohen me inteligjencë artificiale. Disa prej formave më të shpeshta janë krijimi i fotografive të ndryshme, të gjeneruara komplet me inteligjencë artificiale, që ndoshta në shikim të parë është shumë e vështirë me u dallu, sidomos në këtë rast persona që janë shumë më shumë të prekur nga fotografitë të tilla, ndoshta janë personat në moshë më të shtyrë, apo edhe fëmijët cilët nuk kanë ende ndonjë gjykim kritik më të madh ose nuk kanë ndonjë informat lidhur qoftë me çështjet politike ose me zhvillime të ndryshme të vendit. Po në anën tjetër ajo çka po shohim sot janë edhe krijimi i videove komplet të gjeneruara me inteligjencë artificiale, cilat po e kanë një qëllim të caktuar me arrit të audienca për me i bë me besu qoftë për çështjet siç e dimë na, kryesisht çështjet e politikës ose në prag të zgjedhjeve fillojnë manipulime shumë më të mëdha. Po në anën tjetër në atë aspektin sepse gjithmonë kemi thënë nëse një informacion me tekst ka dyshime, momentin që shef foton, shef videon, ajo bëhet më e besueshme. Por sot kemi një foto të plotë ose një video të plotë e tëra e gjeneruar me inteligjencë artificiale. I kemi këtu në ekran edhe dy shembuj. Hyrie janë dy fotografi të ndryshme. Në të dyja personazh është kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti. Në fotografinë e parë kur është publikuar si fotografi është përshkruar si momenti kur Albin Kurti në vitet e luftës ishte lëshuar nga burgu i Serbisë dhe aty shihet teksa e përshëndet zyrtari atëhershëm serb Koshtunica. E gjitha kjo është verifikuar më pas edhe nga ju si organizatë dhe të tjerë dhe është thënë se është e fabrikuar, them kështu, ose e gjeneruar me inteligjencë artificiale, dhe fotografia tjetër ku në mesin e disa zyrtarëve gjoja të NATO-s shihet edhe kryeministri në detyrë Kurti, pikërisht në selinë e organizatës së NATO-s. Komenti juaj mbi këtë, si dallohet, ndoshta për një shikues të thjesht, kjo që është AI dhe çka ka qenë qëllimi sipas jush me këto dy fotografi? Po, të dyjat janë të konfirmuara, kontrolluara prej organizatës tonë, janë të cilësuara sikur mashtrem, janë të gjeneruara me inteligjencë artificiale. Mundem me pa që në fotografinë e parë sidomos është goxha e vështirë me u dallu nëse është gjeneruar me inteligjencë artificiale ose jo, po janë disa, them ashtu, tipare të cilat e bojnë një element ose një element për me u dallu që është me inteligjencë artificiale. Mundem me pa ndoshta edhe formën e kokës ose pjesën e mjekrës ose diçka që nuk është e zakonshme që mundemi me pa të një personazh konkret, po nuk është kjo fotografia vetme që është e gjeneruar e zotrit Kurti në takim me ish zyrtar serb ose me zyrtar aktual serb cilët mbajnë pozita të larta. Ka edhe fotografi të tjera të cilat postohen her pas here që janë totalisht të gjeneruara me inteligjencë artificiale. Edhe në fotografinë e dytë, kjo është paraqit faktikisht si një takim i zotrit Kurti në selinë e NATO-s. Normalisht përmes platformave të ndryshme që na i përdorim për me pa nëse fotografia është gjeneruar me inteligjencë artificiale, e që të tregojnë edhe përqindjen se sa
janë gjasat, vërtet dhe sa sa janë gjasat që është e gjeneruar me inteligencë artificiale, po në anën tjetër nuk është që ndalemi veç thjesht me një verifikim në një platformë për me po atë përqindja. Për shembull në rastin konkret, kur është publiku fotografia dhe kur është bo kontrollimi që është fotografi e gjeneruar me inteligencë artificiale, na kemi hi normalisht në profilet zyrtare të zotrit Kurte për me i pa informatat se kur ka qenë ndoshta nëse linë e natës së nëse ka një fundit. njoftim për një takim të tillë. Po, dhe ato që kemi bërë kërkimet edhe në profilet në rrjetet zyrtare, po edhe në Google, ka rezultu që takimet cilat kanë qenë në këtë cili janë në prill të vitit 2021, në gusht të vitit 2022, pra nuk ka të bëj me një takim që ka ndodhur kohëve të fundit apo në ditët kur veç është publiku si lajm. Dhe kemi një tjetër fotografi që të paktën shihet mbas edhe me sy të lirë, por edhe profesionistët kanë thënë që nuk është e gjeneruar me AI, mund të ketë një manipulim më të thjeshtë, ndoshta teknologjik, është fotografi e disa zyrtarëve serb në mesin e tyre tash kryetarja e kuvendit të Serbisë dhe ambasadori i Serbisë në SBA e po ashtu në mesin e personazheve, nëse nuk gaboj është bashkëshortja e një ish zyrtari serb. E njëjta është ndryshuar dhe fytyra e saj është zëvendësuar me fytyrën e presidentës së Republikës Kosovës Vjosa Osmanit. Për këtë fotografi ka pas edhe reagim të presidencës, ku kanë thënë që është një publikim i rrem. Komenti juaj mbi këtë? Nuk është që na kemi vetëm përmbajtje të rreme ose ato që shpërndohen me të krijuara me inteligjencë artificiale. Domethënë shumë shpesh ka përmbajtje që manipulohen, si në këtë rast, domethënë është një montazh në këtë rast, nuk ka diçka me inteligjencë artificiale, por mund të vërejmë. Për shembull, këtë rast mundesh me vërejt shumë mirë ndoshta ngjyrën e lëkurës në fytyrën e presidentës Vjosa Osmani, apo shehat jo normale, ta zëm pjesa mbrapa kokës që kanë vetë edhe disa flokë të zonjës së vërtetë, edhe duket që nuk është diçka normale. Kështu janë disa elemente që mundet me u pa që është e manipuluar, por normalisht çështja është që shumë shpesh nuk ndalemi me i pa saktësisht përmbajtjet edhe me analizu mirë, po thjesht i shpërndajmë ose i folim me të tjerët. Nëse unë shoh si fotografi, nuk ndalem me analizu, unë kam me përmend të shoqënia ose të rrethit që e njoh, dhe pastaj dezinformata vazhdon me u shpërndaj hala më shumë, se sa që në rastet nëse ishim nale, kishim kontrolluar dhe kur e kishim pa që është e manipuluar, automatikisht e kishim diskutuar ashta si fenomen që po ndodh apo si problem, po jo si diçka që duhet me u shpërndaj si një informat për mi bë tjerë me besu. Ka edhe një element tjetër se të zëm profilin në Facebook që ka shpërndar këtë fotografi bën edhe athiren vazhdoni të thoni tash që është me AI, sepse po thoni për gjithçka që është me inteligjencë artificiale. Sa ndikon edhe ky koncepti që për çdo gjë që ka dyshim, një pjesë e audiencës ta besoj si të vërtet. Pra, lëre se për gjithçka po thonë është me inteligjencë artificiale, diçka në këtë mes duhet të jetë e vërtet. Shumë shpesh ndodh që përshkrimet që bëhen me një përmbajtje që publikohet, që fotografi apo video, janë ato të cilat i tërheqin audiencën edhe me reagu ndoshta edhe me komentu. Ta zëm është një formë që njihet si engagement bait ose karrimi për angazhim në shqip, që nënkupton që shumë shpesh publikohen përmbajtje në rastet më të mëdha komplet të gjeneruara me inteligjencë artificiale, po që përshkrimi i bën audiencën që me u angazhu, jo vetëm në çështje politike apo çështje të cilat ndoshta janë më të mëdha për shkak që manipulimet më të mëdha ose gjenerimi i përmbajtjeve të tilla me inteligjencë artificiale ndodh në tema që janë më të ndjeshme, por edhe në raste që thjesht dojnë me tërheq emocionet e njerëzve për me reagu. Ta zojmë ka raste që e publikojnë një fëmijë komplet të gjeneruar me inteligjencë artificiale që thot sot e kam ditëlindjen po s'ma ka uru kërkosh, edhe mandej shpërthejnë pëlqimet, reagimet prej audiencës edhe komentet, ose ka raste që një publikim i tillë ka marrë mbi 16.000 reagime, mbi 4.000 komente, që nënkupton që njerëz i besojnë. Edhe nuk nalem për me i pas sakt përmbajtja është e vërtet apo është e gjenerume ose manipulume. Shumë nga përshkrimi dhe nuk shikojnë shumë pra në imazhe. Se qëllimi është që ajo që me i ditë emocionet edhe përmes emocionet pastaj me reagu, edhe normalisht faqet të ndryshme ose llogaritë të ndryshme në rrjetet sociale me arrit qëllimet e veta që me pas sa më shumë angazhim. Përveç fotove, përmendet ju edhe në fillim që ka dhe video totalisht të gjeneruara me inteligjencë artificiale dhe asgjë brenda tyre nuk është e vërtetë dhe ekzistenciale. Çojmë në vijim një video të tillë dhe më pas komentojmë shkurt.
A do të vini me 28 dhjetor të votoni? Po, normal që kena me ardhë me krejt familjen me votu për Albin Babën, ma të mirin, është njeri ma i meqëm që duhet me kon kryeministër i Kosovës. Inshallah i fiton 600.000 vota, e po ja nisëm vitit 2026 mbar. Pra, totalisht përmbajtje e rem, totalisht me inteligjencë artificiale në këtë që sapo pam dhe dëgjuam. Si ta dalloj dikush një përmbajtje të tillë, që s'është e vërtetë, sepse kur unë thash edhe më herët, kur e sheh me zë, e sheh me pamje, e sheh dikë që po flet, në të kaluamën ky ka qenë ndoshta elementi ose argumenti për të besuar diçka. Po, kjo është një prej formave, kisha me thonë, më të shpeshta që është përdor tash në prag të zgjedhjeve parlamentare, që ka filluar vonë, për shkak që nuk është që ka pas përmbajtje të tilla në një masë shumë të madhe. Madje ne kemi pas edhe një konferencë që e kemi prezantuar si një fenomen që po ndodh tash dhe kemi kërkuar që sidomos edhe prej mediave normalisht me pas ta them ashtu një ndihmës në momentin që publikojnë diçka të gjeneruar me inteligjencë artificiale, me botë ditur që është me inteligjencë artificiale, ose thjesht me verifiku patjetër para se me u shpërnda. Në rastin e videove të tilla, ka shumë elemente të cilat mundesh me verifiku nëse është e gjeneruar me inteligjencë artificiale. Për shembull, në këto raste, për shkak që ka një numër shumë të madh të video me përmbajtje të tilla, që target i kanë diasporën, edhe i paraqesin mërgjimtarët, zakonisht lokacionesh në aeroportin e Prishtinës, i paraqesin mërgjimtarët që janë tu kthy në Kosovë për zgjedhjet e 28 dhjetorit, edhe kanë me votu për persona të caktuar, për shkak që ndrojnë personazhet her pas here. Ajo që munden me u dallu e para përdoren mikrofon logo të mediave të njohura në Kosovë, po në anën tjetër janë të modifikuara. Për shembull mundet me qenë modifikuar ngjyra e mikrofonit, e logos, ose mundet me qenë shkrimi totalisht gabim. Po në anën tjetër janë edhe disa elemente tjera. Për shembull në videon të cilën e pam, nëse në momentin që po fillon me u pamje hala më e madhe, mundesh me pa që dora që e ka në valixhe nuk është normale. Ose ka flokët nuk është jashtë kapelës. Zoni është robotik, ose te pjesa e shkrimeve që zakonisht janë te mbërritjet ose te shkuarjet në aeroport, ti e sheh që është e shkruar komplet gabimisht si drejtshkimisht është gabim, po. Totalisht. Kështu që janë disa elemente që zakonisht është zoni robotik, përdoren ndoshta shpesh shprehje që zakonisht nuk është që mundemi me i dëgju, jo në këtë rast, po në shumë raste që gjenerohen komplet me inteligjencë artificiale, lëvizjet, mimikat. Përmbajtje të tilla, zonja Mehmeti, votimin ta zëmtash në prag të zgjedhjeve, dikush mund besoj një pamje të tillë, mund besoj që personin që ka ardhur do të votoj për këtë parti të caktuar, ta nxitë edhe atë se si të votoj. Fatkeqësisht edhe mundën me ndiku, edhe ky është qëllimi pse po shpërndahen video të tilla. Ka disa raste në disa video që është shumë vështirë me u dallu nëse ti nuk nalesh dhe me analizu mirë videon. I shohen, kalimthe, i dëgjojnë që mërgjimtarët janë të ardhur në masë të madhe në Kosovë për zgjedhjet e 28 dhjetorit, edhe kanë me votu. Që nën kupton që i nxit edhe tjerë që hajdeni votani ose votani për këtë person të caktuar, se janë disa shprehje të cilat i përdorin për me mujt me i nxit edhe tjerë, ose me bë shumë më të madhe aspektin e votimit të diasporës në Kosovë. Domethënë ky është qëllimi, realisht qëllimi kryesor i tyre, po dikush që nuk e ka ndoshta aspektin e gjykimit kritik, ose thjesht nuk ndalet me i pa mirë përmbajtjet, realisht janë përmbajtjet që beson. Edhe po e shohim edhe përmes ndërveprimit që po e kanë audiencia me përmbajtje tilla, për shkak që komentet kur i sheh besojnë njerëzit që realisht ka ndodhur intervista tilla, ose kur i sheh reagimet qofshin për të mira, po që tregojnë që janë kundër një përmbajtje të tillë, ti e sheh që janë tu i beson. Involvohen pra në debat mbi atë çfarë është thënë, po pa e diskutuar nëse është e vërtetë ose jo. Të kalojmë në pyetjen e dytë, zonja Mehmeti, po flasim pak a shumë që thatë këtë edhe në fund, pra që besohen lehtë, po pse besohen kaq lehtë? Pse njerëzit bijnë kaq lehtë preje një përmbajtje të tillë, dhe kush janë ndoshta mosha që më shumti beson përmbajtje të tilla? Arsyeja pse bijnë janë të ndryshme. Është edhe ajo që e ceka fillimisht, janë disa postime që tentojnë me nxit emocionet, me nxit reagimin, faktikisht me nxit reagimin e audiencës, tu i prek në emocione për diçka që mundet me qenë shumë e ndjeshme. Zakonisht persona të cilët qoftë përjetojnë të njëjtin problem, ose qoftë
kanë një huri ose kanë informata për dikë tjetër që ballafaqohet me diçka të tillë, janë ata që reagojnë më njëherë. Po në anën tjetër është edhe ajo që thash që nuk ndalem për me pa një përmbajtje ose nuk verifikohet diçka që lexohet ose që shihet, dhe kjo është një problem shumë i madh. Në rastet më të mëdha duhet që të paktën nëse shohim një përmbajtje ose mundet me na doki dyshimt, pse jo me pa edhe nëse në mediat më të besueshme është e paraqitur një përmbajtje e njëjtë. Se ne e dim diçka që ndodh shumë e madhe ose një lajm i rëndësishëm, normalisht që ka me qenë prezente edhe në mediat më të njohura ose ato të cilat njihen për profesionalizëm në vendin tonë. Sa i përket moshave më të prekura, normalisht moshat e shtyra, për shkak që është shumë problem me identifiku gjitha ato detaje cilat teknologjia sot. Vetëdijësimi i tyre mbase për zhvillime teknologjike është më i mangët se moshat e reja. Po gjithashtu edhe te moshat është shumë të reja, pavarësisht pjesës që ndoshta përdorimin e teknologjisë kanë të përditshëm edhe më me thonë kanë herë janë edhe më eksperta se të tjenë përdorimin e teknologjisë, po jo në pranimin e përmbajtjeve dhe jo në gjykimin kritik të përmbajtjeve para se me i pranu. Te trinjt sheh që her pas here munden me arrit një gjë e tillë për shkak që është ajo idea që nuk humbin shumë kohë me një përmbajtje. Na e dim sot nëse shohim një titull edhe neve na nxit çaj titull pavarësisht që është i rram ose është clickbait, na veç e shpërndajmë me të tjerë. Se janë çato reagimet e para që i bëjmë dhe shpërndajmë, në anën tjetër nëse pak ma vonë ose një prej shoqënisë del që e lexon për një me përmbajtjen ose e shef fotografinë, analizon, e shef videon, atëherë na u kthehen edhe na bojnë pak se që nga manipuluar ose që nga gjeneruar komplet me inteligjencë artificiale. Po janë, domethënë është mungesa e shikimit të përmbajtjeve me një sy kritik para se me marrë informacionin prej atyre përmbajtjeve ose prej qoftë fotografi, qoftë video, qoftë tekste cilat i lexon, për shkak që shumë shpesh edhe tekstet janë të gjeneruara me inteligjencë artificiale, po që nuk kontrollon edhe një herë burimet cilat përdoren për ato tekste. Për dalje edhe te kjo temë me pyetjen e tretë, pra mbi atë se si duhet ose si mund të mbrohen qytetarët. Sipas jush, cilat janë ndoshta shenjat kryesore ose hapat kryesor që një qytetar i zakonshëm duhet i ndjek, ti mësoj apo ti di për të dallu ku një përmbajtje është rrem dhe kur e njëjta është e vërtetë. Pra, kjo ndoshta lidhet edhe me atë se jo vetëm me përmbajtjet e manipuluara me inteligjencë artificiale, por edhe me lajme më të thjeshta që janë të rreme. Pra, verifikimi i disa hapave konkret deri te besimi i asaj përmbajtje. Po, se që përmend ma herët nuk është që veç me inteligjencë artificiale kemi përmbajtjet të rreme ose të manipuluara që shpërndahen. Cilat kishin me qenë hapat, sa i përket inteligjencës artificiale janë kryesisht përdorimi i platformave të ndryshme që mundet me e bo detektimin nëse një përmbajtje është gjeneruar me inteligjencë artificiale ose jo. Na vazhdimisht në hibrid bojmë edhe video vëdësuese, po në anën tjetër publikojmë artikuj cilët janë edukues apo informues në aspektin se si na duhemi me ju qas përmbajtjeve me inteligjencë artificiale ose si duhemi me verifiku disa përmbajtje që dyshojmë se janë të tilla. Për shembull, Hive Moderation në një prej platformave që mundet me u përdor për me pa nëse një imazh është i gjeneruar me inteligjencë artificiale që të tregon me përqindje sa janë gjasat që është e tillë, apo videot siç janë deepfake detector, më thonë, We-Verify është që mundesh me pa edhe tekstin nëse ka diçka. Po për te platformave ndoshta hapa më manual që një qytetar i zakonshëm duhet i di, ndoshta të shoh kush është profili që ka publiku, kush është burimi ose të ngjashme. Kisha me thonë ato hapat e zakonshëm që është për secilën përmbajtje që na mundemi me pranu prej mediave. Fillimisht me pa nëse një përmbajtje e tillë është e publikuar edhe në mediat më serioze në vend, në anën tjetër me pa nëse ka burime të besueshme një përmbajtje që publikohet, me i pa faktet cilat paraqiten në ato përmbajtje, do të thonë mos me marr një përmbajtje si të vërtetë në momentin që publikohet ose në momentin që e sheh pa me një sy kritik, i sheh burimet, i sheh faktet, e sheh nëse është përmbajtje që është përndarë prej mediave kredibile, me thonë me një mënyrë edhe të e bën një lloj verifikimi për me pa nëse përmbajtja duhet më marrë prej teje si e vërtetë dhe nëse është diçka që është e manipuluar ose jo.
Vazhdojmë tutje me pyetjen e katërt, sa i përket përgjegjësisë institucioneve në vend, por edhe medjave për me parandalu përhapje të përmbajtjeve të rreme dhe të gjeneruara me inteligjencë artificiale. Cili mendoni se është roli në këtë rast i medjave dhe institucioneve që të vedesojnë edhe popullatën, edhe audiencën, por edhe të parandalojnë dhe ta ulin nivelin e përhapjes kaq të madhe të këtyre përmbajtjeve të rreme. Duhemi me pas fillimisht një rregullim për përmbajtjet e gjeneruara me inteligjencë artificiale. Kur e them rregullim në aspektin edhe ligjor, po edhe në aspektin etik, për me pas se qysh duhet me u përdor inteligjenca artificiale, qysh duhet me qenë transparent në momentin që përdoret inteligjenca artificiale, sidomos edhe prej medjave, po në anën tjetër është edhe vedisimi i qytetarëve se qysh me u përdor një gjë e tillë edhe qysh faktikisht me u gjiku një përmbajtje që merret. E kjo lidhet edhe me edukimin medial. Na e dim që edukimi medial, pavarësisht që është një gjë shumë e rëndësishme në ditët e sotme, në Kosovë nuk është që institucionet kanë bërë një punë shumë të madhe në këtë aspekt. Na ende nuk e kemi edukimin medial si lëndë obligative në shkolla, do ekziston vetëm si lëndë zgjedhore në disa shkolla, kështu që po duhet që përmes organizatave dhe trajnimeve të ndryshme që na me tentu me vedisu për këtë pjesë, qoftë të rinjt, qoftë domethënë qytetarët në përgjithësi, madje hibridi vazhdimisht përveç videove edukuese, vazhdimisht bëhen edhe trajnime edhe në shkollat të mesme, jo vetëm me të rinj, po edhe me arsimtarët, edhe me qytetarët, edhe me institucione të ndryshme në aspektin e edukimit medial, verifikimit të fakteve, gjithçka që na mundi me ndihmu qytetarët që me zhvillua gjykimin kritik edhe mos me ra prej dezinformatave, lajmeve të femrave. Nëse institucionet mbas edhe do të ndiqnin profile të tilla që publikojnë pamje të rreme dhe që të njëjtat të mbyllen, personat që janë prapa tyre të gjinde dhe të mbahen përgjegjës. Kjo është pak e vështirë, për të vetmin fakt që shumë shpesh publikohen, mos me thonë në shumicën e rasteve, publikohen prej llogarive që nuk e dim kush qëndron brapa. Domethënë hapen llogari, shumë shpesh aktivizohen vetëm në periudha të caktuara, për shembull është një llogari cilën e ka monitoru për një kohë edhe komplet si organizator pas herë kemi pa përmbajtja, që prej vitit 2023 nuk ka pas publikime. Në maj të vitit 2025 i ka bu rreth 200 publikime vetëm brenda mujet, pastaj kanaleve primtarinë dhe tash para zgjedhjeve prapë është aktivizu. Në momentin që në llogari të tilla për shembull hen edhe sheh, kur i shet të dhënat, është regjistruar ose figuron që lokacioni është krejt me një shtet tjetër, nuk ka as edhe një dhënë që mundet me qenë kontakt, qoftë adresa elektronike ose numër telefone, do nuk ka as një dhënë. Na nuk e dim kush ndron prapa atyre llogarive, kështu që është shumë e vështirë me u ndjek. Nuk është e vështirë normalisht mediat, të cilat janë të regjistruara, edhe ose profilet e personave, për shkak që shumë shpesh ka ndodhur që personat për shkak të publikimeve që i kanë bën në llogaritë e tyre në rrjete sociale kanë përfunduar edhe në gjykat. Po në momentin që nuk e dim kush ndron prapa atyre llogarive, nuk mundem është vështirë të gjurmë. Është shumë vështirë, kështu që ato llogari po e arrin në një mënyrë ndikimin me shku deri te audienca dhe shumë shpesh me marrë reagime të shumta prej audiencës për përmbajtje që i publikojnë. Dhe për fund, hyrje në pyetjen e 5, që lidhet pak a shumë edhe me gjetjet e një raporti të fundit që ju si hibrid keni bërë, është ajo se si po përdoren chatbotët e ndryshëm, pra gjeneruesit e përmbajtjes, që kohëve të fundit janë më në përdorim se sa në fillimet e tyre të krijimit, po flas për Kosovë, si po përdoren të njëjtit për të shtrembuar fakte dhe për të kriju narrativa të rreme që kryesisht në Kosovë i shohim në kontekstin politik. Hibride këtë javë ka publikuar një raport i cili është i vetmi i këtij lloji në rajon, po që nuk përmban vetëm tema që i përkasin Kosovës apo rajonit, po përmban edhe tema që janë globalisht të njohura, pra është versioni së vërtetës sipas chatbotit. Është një raport unik që kemi bën një krahasim mes 3 chatbotëve. Perëndimor, domthonë ChatGPT-ja që është e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, DeepSeek Chat që është e Kinës edhe Alice që është e Rusisë. I kemi zhvilluar 100 prompts, 100 pyetje apo kërkesa, cilat i kemi testuar në të tri këto chatbot. Kemi dashur me pa mënyrën se qysh një qytetar i thjesht momentin që e bën kërkesën, domethënë versionet që janë pa pagesë, versionet të çastshme për gjithë qytetarët, në momentin që e bën kërkesën çfarë përgjigje merr, edhe me pa se qysh janë
çush funksionojnë faktikisht këto chatbote edhe këto modele cilat i kanë këto chatbote që funksionojnë edhe përdoren në një masë goxha të madhe. Ajo çka ka ndodhur është që 100 pyetje të cilat i kemi bërë Kanë qenë të njëjta për të tre patjetër. për të tre chatbotët. Patjetër. Domethënë, fillimisht e kemi shpjeguar çush funksionojnë si modele dhe çka është një chatbot, çka është një model i madh gjysor LLM, çush munden çush trajnohen, çush janë fazat që krijohet prej fillimit, sa munden me pas ndikim të tjerë ose sa është ndikimi shtetëror, që për shembull në rastin e Kinës edhe të Rusisë ka dalë që ka edhe ndikim shtetëror në funksionimin e chatbotëve që automatikisht janë të kufizuara ose janë të cënueshme në rastin e disa përgjigjeve për tema specifike. Këto 100 kërkesa i kemi ndarë në 3 tema specifike, të parat kanë pas të bëjnë me çështjet lidhur me Kosovën, 34 kërkesa. Të dytat kanë qenë lidhur me çështjet kritike të Ballkanit Perëndimor dhe këtu 34 kërkesa, kurse 32 kërkesa kanë bëjnë me çështjet globale. Po në shumë raste ka qenë edhe krahasimi të azami luftrave që po ndodhen në nivel global me luftrat që kanë ndodhur ose me shtetet si Kosova ose vendet e ish Jugosllavisë. Gjetjet kanë qenë shumë interesante. Ka pas raste që veç chatboti i Rusisë ka refuzuar me u përgjigj në 8 kërkesa. ChatGPT dhe DeepSeek kanë treguar një nivel të saktësisë pak më të madhe për shkak që analiza ka qenë në 2 pika. E para ka qenë e saktësisë, më falni. Na e kemi bërë secilën përgjigje të bazuar me një fakt. Kur them fakt, dokumente zyrtare ose dokumente të besueshme, burime të besueshme. Në momentin që i kemi marrë 300 përgjigjet, e kemi pasur a janë të vërteta, janë ndarë në 5 kategori: e vërtet pjesërisht, e pa vërtet, e debatueshme ose pa qartë momentin që ka pas diçka që nuk ka përku me përgjigjen, edhe komplet e refuzume. Vetëm chatboti i Rusisë ka dalë që ka refuzuar me u përgjigj në 8 kërkesa, një ka qenë për çështje të Ballkanit Perëndimor edhe 7 të tjera për çështje globale. Tjetra ka qenë ngjajshmëria semantike, me pa këto përgjigje sa janë të ngjajshme për një chatboti në chatbot tjetër. Në pyetje që kanë qenë në kontekstin e Kosovës ose të Ballkanit Perëndimor, kanë dhënë përgjigje të njëjta që të tre? Deri dikon. Për shembull, ChatGPT dhe DeepSeek kanë pas një ngjajshmëri më të madhe. Alice ka pas një performancë më të dobët. Po e përmendi një fakt ndoshta më interesant ose të paktën për mua është më interesante në krejt këtë raport. Është përmend shumë për shkak që në raport kemi edhe intervista të zhvilluara me ekspert botror. Faktikisht ka prej rajonit, ka prej Amerikës, ka prej Kanadës, ka prej vendeve ndryshme të Evropës. Edhe shumica prej tyre ose çka është diskutuar shumë në publik është që chatbotet munden me ndryshu përgjigjen bazë vendit. Për shembull, nëse unë e bëj një kërkesë prej Kosovës, përgjigje ndryshe, nëse e bën dikush prej Malizit, përgjigje ndryshe. Na u ka dukshëm interesant. Edhe kemi bërë si eksperiment. I kemi zgjedhur 3 kërkesa për secilën temë nga një për Kosovën, një për Ballkanin Perëndimor dhe një për çështje globale. Edhe kemi kërku prej personave cilët e njohim në këto shtete të Ballkanit Perëndimor që me i bë promptat prej vendeve të tyre. Gjetjet kanë dalë shumë interesant. Për shembull, krejt kërkesat janë në anglisht, edhe krejt përgjigjet kemi kërku me u jap deri në 50 fjalë, për shkak që mos me pas sasi shumë të madhe të tekstit. Ajo çka ka ndodhur është që përgjigjet dallojnë, po në anën tjetër, në rastin e Alice të Rusisë, ka qenë shumë interesant që në Serbi, krejt përgjigjeve, pa marrë parasysh që kërkesat janë bënë në anglisht, i ka kthy në gjuhën ruse. Kurse në gjuhën ruse ka kthy edhe për çështjen e Krimes, edhe në Bosnjë dhe Hercegovinë, edhe në Maqedoni të Veriut. Në anën tjetër, një gjetje tjetër është interesant është që ChatGPT dhe DeepSeek vetëm në rastin e Malit të Zi, kur janë pyet për çështjen e Krimes, i kanë hjezu disa fjalë në përgjigjen e tyre, që s'ka ndodhur në asnjërin prej tyre. Ose Alice ka refuzuar në krejt vende të tjera me u përgjigj për çështjen e Krimes, të thonë që s'kam shumë informata, nuk më i më përgjigj. Më thonë ka dalë që realisht përgjigja varet prej vendit ku do që e bën kërkesën. Kështu që nuk është asnjë prej chatbotëve nuk janë neutral. Që bie edhe nga Kosova, varësisht në cilin chatbot pyet, përgjigjen mund ta marrësh tjetër. Po ajo që ka është shumë e rëndësishme u cek, nuk munden me qenë neutral chatbotët, pse? Për shkak që ato trajnohen me dhëna. Më thonë momentin që futen dhënat, prap është një zgjedhje që bëhet cilat dhëna me u trajnu modele.
thonë janë 4 faza cilat kalojnë si qysh ndërtohet një chatbot, edhe munden mas pari dhana që i kanë krejt edhe i fusin në chatbot, në modelin faktikisht që e krijojnë, por anën tjetër chatbotet trajnohen edhe përmes ndërveprimit që e bojnë njerëz, domethënë nëse unë me një chatbot e pyes diçka më jap përgjigje, jap koment, edhe trajnohet edhe në çat mënyrë, kështu që krejnë varet prej dhanave të cilet ata chatbot i marrin, edhe qysh modelet trajnohen, ashtu varet edhe përgjigja. Ka raste që thjesht nuk ka informata ose japën burime të cilat ta zon Wikipedia. Na e dim që Wikipedia mund të më të besueshme ose serioze. Po edhe një fakt shumë interesant është që varet edhe prej gjuhës. Për shembull, gjuhët më të vogla është shumë problem me pas shumë dhana në këto chatbot. Kurse gjuha angleze. Sepse përmbajtja në internet ka më pak në gjuhë që janë më pak të është diçka që e bën ma problem për shkak që përkthimi automatik shpesh herë ndron edhe kuptimin e asaj çka thuhet në anglisht edhe çka ta zon përkthehet në gjuhën shqipe ose në gjuhë tjera të cilat janë më të vogla. Unë falenderoj shumë Hyrje që ishit pjesë sot e podcastit 5 pyetje dhe për diskutimin që bëm sa i përket kësaj teme. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi. Shikues dhe dëgjues të Radios Evropa e Liri, ishte ky diskutimi në podcastin 5 pyetje mbi manipulimet që bëhen në audiencën vendase sa i përket përdorimit të inteligjencës artificiale dhe përmbajtjeve të tjera të rreme që qarkullojnë shumë në rrjetet sociale. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe dëgjohemi e shihemi të shtunën e radhës. Okay.